Pas 40 vitesh, Atletico Madrid arrin të hyjë në finale të Champions League, duke mundur në Stamford Bridge 1-3 Chelsea-n e Mourinhos. Blut e Londrës kaluan të parët në avantazh me anë të futbollistit Torres, i cili ishte i vetmi që nuk festoi në Londër. Ekipi spanjoll nuk e humbi qetësinë dhe barazoi me Adrian në fundin e pjesës së parë. Në pjesën e dytë, portugezi Mourinho mendoi të gjujnëzonte spanjollët me Samuel Eto'o, por sulmuesi prishi ëndrrën e londinezëve pasi shkaktoi një 11 metrash që u shndrua në një gol nga Diego Costa. Goli nokautit për Chelsea u shënua nga Arda Turan në minutën e 72 të takimit. Triumfi në Stamford Bridge është suksesi Diego Simeones, i cili me një skuadër me më pak emra se Barcelona apo Bayerni, përveç se dominon kampionati spanjoll, arrin të dalë në finale të Champions League. Trofeu i Champions League do të shkojë në Spanjë këtë edicion. Lisbona rezervon një finale tërësisht spanjolle mes Realit të Madridit dhe Atleticos së Madridit. Ishim mësuar në finale të shihnim dy ekipe të një shteti, por për herë të parë në Champions League do të kemi një derbi të vërtet i gjithë madrilen. Dy ekipet të Madridit do diskutojnë finalen e madhe të Lisbonës.